بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ti ngjarjet më të bukura për në shpalljes së këtij Kur'ani, e ti me të vërtet nuk I ke ditur këto më parë. A mos mendove ti se ata të vdekurit të shpellës dhe rekimit ishin nga mrekullitë tona më të çuditshme? Kur djelmoshat u strehuan në shpellë dhe thanë: O Zoti ynë, na dhuron nga ana jote mirësi dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë. Ne u vum mbuloj mbi veshët e tyre, ne I vum në gjumë, në shpellë për disa vite me radhë. Pastaj ata I zgjuam prej gjumit për të parë se cili prej tyre di grupeve ishte më preciz në njësimin e kohës së qëndruar gjatë. Kështu na sqaron Allahu për shokët e shpellës në surën e shpellës, në Kur'anin që u shpall në shpellë. Të dashur miq, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se vini në tregimin tjetër të radhës Ashabul Kahf. Transmeton Ibn Gjeriri nga Ibn Abbasi radiallahu anhuma që Muhamedit a.s. I erdhi një delegacion nga hebrejt dhe nga mushrikët e Mekës që të pyesin për disa çështje të cilat nuk I din çdo njeri. O Muhammed, nëse mendon ti se me të vërtet je I dërguar I Zotit, na jep përgjigje në pyetjet tona. I dërguar I Allahut sallallahu alaihi wasallam I u drejtua duke thënë: E cilët janë pyetjet juaja? I thanë: Na thuaj të vërtetën mbi shokët e shpellës. Na thuaj për gigantin e tokës dhe na shpjego më shumë mbi shpirtin. Muhamedi a.s. kërkoi nga ata që të vinë ditën e nesërme dhe t'ju jap shpjegime të mjaftueshme për pyetjet e kërkuara. Ai shpresoi në shpalljen e menjëhershme të ajeteve të Kur'anit, të cilët do ta mësonin për këtë ndodhi, gjë e cila nuk ndodhi. Të nesërmën erdhën ata, por I dërguari I Allahut ende nuk kishte përgjigje. E janë I nesër, do t'ju përgjigjem. Përsëri erdhën nesër, e Muhamedi a.s. ende nuk kishte përgjigje. Kjo situatë u alarmua në Mekë, mbase delegacioni e priti përgjigjen e Muhamedit plot 15 ditë. Të gjithë filluan ta qeshnin Muhamedin a.s. Të gjithë filluan ta tallin. Kjo temë dominoi Mekën edhe më gjerë. Në çdo shtëpi dhe në çdo çarshi fliteshte vetëm për këtë temë dhe vetëm për këtë skandal. Sikur dëshiroi Allahu që e tërë Mekëja ta dëgjonte përgjigjen e tij, andaj edhe e vonoi, sa që u bë temë kryesore në çdo sokak të Mekës, edhe më gjerë. Sikur dëshiroi Allahu që ky rrëfim të kaloj dimensionin e kohës dhe të vendit, dhe të arrijë tani më edhe deri në Zvicër, nga ku unë po ua përcjell juve. Ditën e 15, Allahu e dërgoi Gjibrilin a.s. me përgjigjet e duhura që sot I gjeni në kaptinën El Kahf.
në surën e shpellës në Kur'an, që po ashtu filloi shpallja e tij në një shpellë. Me dëshirë dhe entuziazëm të madh e priti i dërguari i Allahut këtë ditë, pasi që pozita e tij në Mekë po përkeqësohej dita ditës. Ja Rasulullah, Allahu të bën selam dhe të thotë: kur mos thuaj për një punë do ta bëj nesër, por thuaj do ta bëj inshallah, nëse don Allahu. Muhamedit a.s. ju kujtua për njëherë se ai nuk ju tha atyre inshallah, por thjesht do t'ju rrafej nesër. Ky ishte një mësim i mirë për të dërguarin e Allahut dhe për gjithë muslimanët. Vazhdon Gjibrili a.s. Ja Rasulallah, ata të pyesin për shpirtin. Thuaju se shpirti është nga sekretet e Zotit dhe se ne nuk dim shumë për te nga kjo çështje. Po ashtu të pyesin për gjigantin e tokës, për Dhul-Qarnainin. Thuaju se edhe rrëfimin e tij do t'ua përmendim në Kur'an. Kurse tani po i kthehemi pyetjes për shokët e shpellës. Muhamedi a.s. i të boj të gjithë ata që kërkonin përgjigjen dhe i thiri në një vend të caktuar për t'u nisë përgjigjet e kërkuara. O populli im, dëgjoni mirë për pyetjet e juaja. Aty diku 250 vite para ngritjes fizike të Isaut a.s. për te Zoti i tij, rrethinën ku ai jetoi e sundonte një perandor me emrin Dekius. Ai ushtronte dhunë të madhe me njerëzit që besonin në një Zot. Andaj atyre që ende kishin fenë e vërtet të Isaut a.s., kjo bëri që një pjesë e madhe e popullatës të shpërngulen nga ai vend apo të ngjiten në kodrat përreth dhe të jetonin disi fshehurazi. Ai detironte njerëzit të kthehen në idhujtari dhe paganizëm dhe të largohen nga besimi i monoteizmit. Transmetohet fakti që ai mbante shënime për njerëzit të cilët thernin kurbane për zotrat e tij, në mënyrë që të mësoj se kush nga banorët nuk i nënshtrohet besimit të tij politeist. Në çdo festë fetare, perandori i tubonte njerëzit dhe krijonte një atmosferë impozante në qendër të qytetit, duke prezantuar kurbanat dhe sakrificat që popullata i bënte për te dhe zotrat e tij. Deshti Zoti që disa djelmosha të qëndronin afër njëri tjetrit, pa u njohur në hollësi. Në fytyrat e tyre u hetua se i injoronin këta vepra dhe se nuk besonin në atë që e shikonin. Ata pyetnin njëri tjetrin se çka mendojnë për këtë situatë. Edhe pse u friguan të flasin shumë ndërmjet veti, nga se frikoheshin mos vallë që pyet si mund të jetë nga informatorët e perandorit, përsëri e bën të qartë njëri tjetrit se kjo punë është e shumtuar. Këta gjelmosha të rinj nuk qëndronin në listën atyre që thernin kurbane. Mbreti u atërhoqi vërejtjen, që mos vallë ata kanë lajthitur dhe se ata i pret dënim i dhëmshëm nëse tradhtojnë zotrat e tij. Me këtë Allahu ashtoi udhëzimin atyre edhe më shumë. Gjithandej vërejhi se këta gjelmosha takoheshin mes vete edhe praktikonin lutjet e tyre fetare. Paria e qytetit i ftoi ata në një diskutim të hapur dhe u përcjelli mesazhin e mbretit se kjo ishte vërejtja e fundit dhe se pas saj vjen dënimi i dhëmshëm.
Njëri nga ta u ngrit në këmbë dhe ju tha: O populli im, po a bëj me dije se Zoti ynë është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ne nuk i nënshtrohemi asnjë zoti tjetër përpos atij të vetmit. Kjo maniti të gjithë. Kjo bëri ramuj në tërë qytetin. Kështu që mbreti urdhëroi që secili që pohon besim tjetër jashtë besimit të tij të vritet. Ushtria nisi patroll gjithandej. U vran një numër i konsiderueshëm i popullatës. Edhe pse në mesin e të vrarëve kishte njerëz që pohonin besimin e mbretit. Por ama, kush ju beson atyre çka thonë? Ai që vendos nëse besonin drejt apo jo, ishte mbreti. Allahu u amëndsoi këtyre djelmoshave të largohen nga qyteti dhe të ngjiten në kodrat e larta. Ata kaluan një rrugë të gjatë në përmale dhe me frikë e brenga të shumta për jetën e tyre. Të raskapitur arrin në një majë të malit. Në anën e pasme të majës kishte një shpellë të vogël dhe që nuk binte në sy fare. Kur kuptoi populli i tyre se ata nuk gjenden mesin e tyre, dolën t'i kërkojnë dhe kishin urdhër që t'i vrasin ku t'i gjejnë. Këta shokët hyrën në shpellë, u ulën sa të pushojnë pak. Nga rruga e gjatë, po e hetojnë si janë shumë të lodhur dhe po koten, andaj i u lutën Zotit për para gjumit duke thënë: O Zoti ynë, na dhuron nga ana jote mëshirë dhe na udhëzo drejt në çështjen tonë. Ata i zori gjumi me njëherë. E Allahu bëri që ata në gjumën e tyre të thellë të mos ndjejnë as frikë e as uri. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam vazhdon të shpjegojë të gjithë të tjerët të dëgjonin. Muslimanëve për rreth të dërguarit të Allahut po ju shtohej edhe më shumë imani. Allahu Akbar. Ja Rasulallah, Allahu bëri që këta gjelmosha të flejnë gjatë dhe t'i mbrojë nga kimbret mizor. Ai bëri që dielli të depërtoj në shpellë çdo ditë dhe i rrotullonte ata në çdo mëngjes dhe në çdo mbrëmje, gjatë lindjes dhe gjatë perëndimit të diellit, një herë në të djathtë e një herë në të majtë, që mos t'ju dëmtohet trupi i tyre. Shpjegon Gjibrili a.s. E i dërguari Allahut u aparcjell më tej të grumbulluarve, që nuk ishin pak në numër. Pejgamberi Allahut vazhdon dhe të tjerët dëgjojnë. Ata ishin 5, 6 apo 7 gjelmosha, e Allahu e din më së miri numrin e tyre, dhe ata kishin me vete 100. Kur u zgjuan, ata e hetuan se kishin fletur shumë, por nuk ishin në dijeni të qartë se sa gjatë kishin fletur, 1, 2, apo ndoshta edhe 3 ditë të tëra pa u zgjuar fare. Ata ndjejnë urri të madhe dhe nuk kishin ushqim me vete. Andaj vendosën që të dërgojnë njërin nga ata në treg që t'ju sjell nga ushqimi i freskët dhe i shëndetshëm. I dhanë ca monedha të parave që kishin me vete dhe porositën që të mos bjerë në sy. Blej ushqim dhe kthehu sa më shpejt. Ai zbriti nga malet në qytet. Mirëpo qyteti ishte rritur shumë fish më tepër. Shtëpijat, tregu e njerëzit nuk ishin të njëjtë, bile edhe mënyra e veshjes kishte ndryshuar. O Zot,
mos vallë kam gabuar rrugën dhe kam ardhur në një qytet të gabuar. Lëviz andej dhe këndej, por nuk është e mundur të kishte gabuar qytetin, se nuk kishte qytet tjetër aq të afërt me kodrën të cilën unë gjitën dikur më herët. Sidoqoftë, ai ju afrua një tregtarit dhe kërkon të blej ushqim. Tregtari përgjigjet me një akcent pak më ndryshe në shqiptim të fjalëve. Por, ndoshta ky tregtar nuk është nga rrethina jonë, mendon djaloshi. Ai zgjedh ushqimin e dëshiruar dhe nxjerr monedhat ta paguajë ushqimin. Tregtari habitet me paratë e tij dhe i thot: "Nga i ke këto para?" "Të mijat janë, pse më pyet?" përgjigjet djaloshi. "Të pyes se këto para kanë qenë të vlefshme në kohën e perandorit Decius. Ajo kohë ka qenë para 300 viteve diku. A dëshiron të më mashtrosh me këto para?" "Jo, pasha zotin, më fal. Ndoshta isha pak sa i hutuar në përzgjedhjen e monedhave. Më fal, të lutem." Ai vazhdoi të pyes njerëzit gjithandej. Pastaj u vërtetua se për habi të madhe, ata pas kanë qenë në shpellë 300 vite të plota, përderisa qyteti kishte ndryshuar plotësisht. Bile edhe mbreti kishte me qindra vite që ishte tani më i vdekur. "Ja Rasulallah, ata kanë fletur 300 vite dhe 9 të tjera", i thot Gjibrili a.s. Përderisa shokët në shpellë presin ushqim që tani më po vonohet, këta po merakosen edhe për shokën e tyre. Mos vallë e kanë hetuar, mos vallë e kanë vrarë. Duke qëndruar në prag të shpellës dhe duke shpresuar që shoku i tyre të afrohet, po shohen një grumbull të njerëzve të cilët po ngjiten kodrës për slarti. "O Zot, na mbro, tash jemi keq." Ndoshta nuk ishte ide e mirë që e dërguam për në treg. Për habi, shoku i tyre afrohet dhe duket që ishte i kënaqur dhe i buzëqeshur. "Dilni të gjithë, dilni nga shpella. Ka kaluar koha e fshehjes." Të gjithë dalin nga dalës, por të kujdesshëm. "Na trego shoku ynë, çka u bë?" "O vëllezërit e mi, ne nuk kemi fletur 1, 2 apo 3 ditë, por 300 vite. Në qytet ka ndryshuar gjithçka. Ja, edhe paria e qytetit ka ardhur që përshëndes dhe po habitet me rastin tonë." Ata hëngrën dhe pinë nga ushqimi i sjellur. Pastaj u ulën sërish në shpellë dhe dëshironin të lëshojnë shpellën e tyre me lutje dhe dua, ashtu si kur e bën edhe kur hynë. Dëshironin ta falenderojnë Zotin për këtë mirësi dhe nisën në lutjet e tyre. Gjatë lutjeve të tyre, Allahu e dërgoi melekun e vdekjes dhe u amori shpirtin duke qenë të përkur. Pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam e përfundoi përgjigjen e shumëpritur. Delegacioni qëndroni habitur. Këto informata nuk mund të vinë nga një njeri i thjesht. Ky me të vërtet është profeti i Zotit, i cili e dërgoi edhe Isaun edhe Musaun para tij. Por Mekasit vazhdohen në mosbesimin e tyre. Ata menduan se kjo dritë do të shuhet në qoftë se Mekkeja nuk do ta pranonte Islamin. Mirë po kjo dritë vazhdoi në gjithë dynjan
edhe deri këtu në Zvicër, edhe gjithandej. Edhe ne vërtetojmë se je i dërguar i Zotit, ja Rasulallah. Edhe ne vërtetojmë se je i fundit i të gjithë pejgamberëve. Edhe ne vërtetojmë se jemi ummeti yt, ja Rasulallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Përgatiti dhe lexoi Bekim Alimi.